tjera, se mendojnë që ja kanë marrë djalin, edhe unë ku mendu, besa. Ke mendu që ta ka marrë djalin? Edhe qashtu është, se ma merë, ta merë. Okej, am tregon? Mo nuk është i mo, që po mendon. E keti, ai për mua është gjithmonë fëmijë. Gjithmonë është fëmia jam. Ta do të qofti rritur, ai është fëmia jam. Okej, am tregon për çka vjen që kjo ndjenja që mendon se ta ka marrë djalin. Dyqysh çka duhet më bën nusja që ty të duket që ta marrë djalin? Është ndjenje nanës. Është ndjenje nanës. Instintivisht është ndjenje nanës, besoni. Se keni mu bo nana dhe vetën, ndoshta jeni ndonjëna, po s'po besoj të treja. Veç besoni që është qaj instinkt që mendon që ta ka marrë, po nuk është ashtu. Nuk është, po pendjeshe atë ndjesi që edhe me qatë natë që po martoj ke djali po të largoj ke zemër pak. Pse po mendon kështu? Nuk e di, e kam atë ndjen, e kam ende e kam. Po, shqyqër zoti unë jo mirë, kisha dash krejt me konë mirë qështu, krejt gjitha nonat, po e ki atë ndjen, e ki që ta ka marrë. A e ke nditi që djali jo t'u ka largu dhe nuk është më njëjtë me ty si ma heret, prej kur është martu? Unë e ndjej për vetin, ndoshta e kom fokusu në trunin tem. Po nuk është ashtu, është ashtu, besani që nuk është ashtu. Po unë ti non e ndjej ato, e ndjej.